Si jeni policia e shtetit, si jeni? A shete po të dashe? Si në rrëdhën policia? Tu lash tu gjeta prapë, Këto rrim. Këto në gjatë. Më shtë u gjeta. Më bëri një gjë për shtypje ku erdha këtu, që ka 3 policë për banor. 3 policë për banor, edhe po shqetësohesha që nëse ndodhte një krim në Shkodër, s'kemi forca policie, se kanë ardhur gjithë tu duke mbajt banorët, duke i trequr zvarre, duke i çuar në komisariat, pse protestoni për drejtën tuaj. Të dashur banorë të Rjollit, është disa herë që vi këtu, do vi prap. Ju faleminderit juve. Nëse është jona ju që vini dhe mënoj për këtë popull. Patjetër. Dje morëm një lajm shumë të mirë që gjykata e apelit, vendimi i formës Sprejer, i ka njohur një prej familjeve pronën këtu. Dhe që në këtë moment duhet kishte një reflektim nga institucionet mbi këtë vendim gjykate. Pra minimalisht këtu duhet ndalonin punimet, se ka një vendim gjykate. Protesta juaj është e drejtë dhe në fakt jeni kthyer në një burim frymëzimi